Gjithë shka kemi ka par. Mirë, cili ka qenë momenti ma i vështirë gjatë karierës sonda? Nuk di, nuk ujë me qujtë në moment vështirë, s'pam kujtojt për momentin. S'kam diçka që me vequ, diçka s'pam kujtojt. Që u shkun kanodë, ma vështirë s'kam me lonë karierën. Po, që kom lonë karierën, po fakta nuk e mora për gjatë punës, ndoshta gjatë karierës, se ajo ka qenë e vështirë për me ndru komplet një jetesë tjetër, është shumë vështirë për këngëtarët, të edin, që nuk është letë heq, është zorë, shumë, do me thonë prej një jetës shumë dinamike, me ndru komplet jeta, edhe më mbyllë në shpe dhe mi rritë fëmit, është pak vështirë, edhe mos më konë heq me profesionin tonë, edhe ti me profesionin tonë, e ki vështirë. E jonë prej një jetë në përmramje, në për kështu, për një moment jo mbyllë edhe me rritë fëmi. A ta di fëmija? Inshallah ma din. Se ta shumë thojnë, pse ma me kelon muzikën, pse nuk e vazhdu me kënu? E, të kisha vazhdu jësëm këshin vetë, që ashtë këshin vetë, ta shpiton po. Që arsyeja jeni një pëse s'kom vazhdu. E kërë të takojshe me, a ke punu diçka në kanatë, kështu në e punë? Jo. Jo. Nuk kom punu, me të regu drejt, graniti nuk kom kalon. Se do isha me punu, po gjithmonë s'ki nevoj edhe, jo, s'kom pas edhe nevoj edhe fmit. Edhe në Kanadë nuk është edhe letë me punu, se fëmijën do është në përkopshte, është shumë problem. Qashtu. Dhe nuk ja vlen. Kështu që po këshi ke sho që ke pas kanadeze aty. Po pasun edhe. Edhe po, veç po mënejt kanadez, për shumë, qështë kanë prit në fillimet e tuja kërë ke shku atje, kërë ju ke të regu ti që e këngëtare, ti ki YouTube, ki kongen, festival, ke marrë pjesa, dhe në qështë është për ata, në ka orë një artiste, një këngëtare, dhe e vlerësojnë, për du me thonë. Po, e vlerësojnë shumë edhe, pak edhe egzagerojnë edhe, wow! Qashtu, normal. Kure kuptojnë që je famshme, o për rime një famous edhe e marin shumë. Really? Po, te për e marin edhe ishin me njerë me këqyr klipet edhe ju interesoj ke pse je këto, po qëfar arsye je në Kanadë të jetu. Edhe unë e vetë, njëm të e vetë, të i thonë. Edhe unë, pse jam këto? Edhe u thësha nuk e di pse jam. Nese, ja ka vlejt. Nuk jam pishman, pse ja ka vlejt. Qysh jo, veni bukur, veni pasën, veni mirë i sigurt, 10 vjetë mi jetu që atje fmit më të... Nuk jam person që adaptona dikon jashtë vendit, 10 vjetë edhe nuk jam adaptu. Lumë aj që mundet mu adaptu dhe që i pëlqen jeta jashtë. Na nuk jemi. Po dhe po, qërë kur të rritësh në një qytetë si Prishtina, si Gjilani që janë qytetet që ki pas shëshnije kom plus një kun dikushi, po apina e katunit me shku jashtë nuk e ki probleme. Dhe me thonë 50 vjetë s'kthejet. Unë e kom thonë që to, edhe unë. Ashtë s'kësha mujta së më. Po dhe që sa jenë në Sydney ose në Melbourne të Australisë 30 saat largë, valojnë që 42 vjetë. Qysh? Që 42 vjetë jemë qëta, e kone era ti? Jo. E pikoj ti, pike qekulle. Po qa me një pati, hajtë? Shëzë të ashtë gjuhën të atë qekulle. Po e kone era ke qekulle. E emrin e kesh, e kolli kesh, kështu koni. E ka pos një plak, një koft kesh, pikoj ti e pike qekulle. Në mërë kom shëshni plot që në pike qekulle dhe një dhe ngustis është emni pak që është interesant e mëron me një pari. Po pina i fshotit me shku jashtë, se ki problem.